me 29 qershor të vitit 2000, 25 vite ma përpara, në këtë katedrale do të ndodhnin shugurimet e para meshtarake pas komunizmit. Dom Simon Kulli, Dom Marian Gega, Dom Nikolin Toma, Dom Marian Lumçi dhe atë Sokol Pepushaj do të shuguroheshin meshtar si të parët mas diktaturës e furisë komuniste. Shugurimi tyne ishte dëshmi e qartë e shkamit në cilin ashte themelu me kisha e Krishtit. Shkami i cili nuk mposhtet e nuk lohatet nga asnjë furtunë. Ata nuk iken si shuma e rinisë shqiptare për që qëndruan këtu për të shërby Krishtit dhe popullit shqiptar. I dhurune jetën e vetë marë shërbimit në kishën katolike, do i kenë mishrimi i frymëzimit që lind prej martirizimit. Pararësit e tyne në këtë tokë u lanë me gjak dhe dëshmun Krishtin si të vërtetën absolute të jetës njerëzore. Shemblli i tyne jep frytet në tokën e Shqipërisë, ku pavarësisht çdo martirizimi, kisha qëndroi e vazhdon të shërbejë.